E ja këshu, s'tin e ftot, s'tin protestash, s'tin lufte. Opozita që ka kaluar nga humbja në disfat, nga disfata në katastrofë, mirë për sipër që të filloj protestat. Një situatë e çuditshme faktikisht ka nisur edhe aty para kryeministrisë, se kemi një qoshe që ka zënë Sali Berisha, një qoshe që ka zënë Tik Lapaj. Dy parti opozitare, të cilat protestojnë për të njëjtën gjë. Pak a shumë. Do të thonë të heqin me Ramën, kjo është. Po ai shesh, do të thonë për aq pak protestues mund dalin edhe 100 parti i mban. Të bashkuar, për të ndryshuar sistemin këtu nuk e mban njeriu. Çdo thotë për të ndryshuar sistemin. Pse jam unë kundër, se më dëgjoni nga një herë që them jam kundër kësaj proteste. Jam sepse në një sistem të formatuar, në një sistem normal, në qoftë se dikush vjedh, atëherë është skandal i madh. Atëherë mund dali populli për të hequr këtë person. Në një sistem që është i korruptuar nga A-ja tek Z-ja, ti thuash dikujt i korruptuar, nuk thua gjë. Është i gjithë sistemi. Kështu që kur themi protesta kundër hajdutëve, s'kemi thënë gjë. Në qoftë se çohemi në protestë kundër sistemit, dhe mos e keni me frikë fjalën kundër sistemit, se unë nuk po them kundër sistemit kapitalist. Po them, sistemi kapitalist, demokracinë, ekonominë e tregut, na e kanë uzurpuar dhe këtu kemi një sistem totalitarist dhe Shqipëria është koloni. Pra ne do heqim kolonizatorët dhe të kthejmë sistemin të cilën e kemi në kushtetut dhe në moral. Kaq është. Dhe po dalim për këto, jo siguroj që mbushet qeshi. Jo me këta drejtues që janë, po me këto që tjetë. Më nxjerr diçka këtu. Policia, Berisha, nesër, prit. Nesër mbledh kryesin, thot doktori. Nesër mbledh kryesin, deri këtu jemi okej. Pse e kam nxjerrur këtë lajm? Për rreshtën e dytë. Vendosim nisjen e protestave. Po flistim për politikën shqiptare, për sistemin. Si mund të jetë një sistem demokratik kur kryetari i partisë deri thot nesër mbledhim kryesin. Deri këtu jemi dakord. Po ne nuk e dim nëse kryesia do të vendosë këtë apo atë në një sistem demokratik. Ndërkohë që Berisha shpall, vendosim nisjen e protestave. Pra, siç thoshte Majakovski, kada si ka qenë kur themi partia, në kuptojmë Lenini. Kur themi Lenini, në kuptojmë partia. Kur themi Saliu, në kuptojmë PD-ja. Kur themi PD-ja, në kuptojmë Saliun. Nesër, tha doktori, mbledhim kryesin dhe shpallim këtë gjë. Pra, as formalisht, as institucionalisht nuk thot, nesër, mbledhim kryesin dhe unë do të propozoj nisjen e protestave. Të shohim ato të miratoj partia. Formalisht më për treguar që ka demokraci në të paktën atë forcë politike që pretendon të rrëzoj një sistem që është diktatorial. Prandaj nxora këtë. Tjetër Kristiano. Tjetër. Kemi në anën tjetër të bulevardit, siç e thash, Tikun, i cili ka doli nisi me karike plastike, pastaj doli me tend. Unë kam qenë kundër jo protestës. Më kupton, nuk jam kundër protestës si formë e protestës, as kundër kujt bëhet, as nga kush bëhet. Unë jam dakord me çdo lloj proteste, edhe kur është kundër meje personalisht. Çështja është sa ky person e ka seriozisht protestën. Pra, sa është koherent me atë që bën. Nëse dalin minatorët dhe kërkojnë statusin e minatorit, është 100% e drejtë dhe e ndershme. Kanë hall dhe e kërkojnë. Nëse dalin pensionistët kërkojnë rritjen e pensionit, uljen e çmimit të ilaçeve, ushqime, 100% e drejtë. Nëse del Adriatik Lapaj për të hequr kryeministin, 100% e drejtë. Nëse del si kryetar i Shqipëria bëhet dhe del thot pse Rama i bën presion drejtësisë, më fal, po bën të kundërtën e efektit që duhet bëj protesta. Pra, në qoftë se një protest duhet të trëmb sistemin dhe të mobilizoj njerëzit, i demotivon njerëzit. Nëse thua Rama i bën presion drejtësisë, nuk e thon absolutisht asgjë. Ke zënë edhe ti
një qoshe, si ka zërë me foltoren doktori, dhe në ato qoshe i tregon pralla njerëzve, dhe sheshi do të ri bosh, se shqiptarët nuk kanë problemin pse Rama i bën presion drejtësisë. Pra, nuk pyet një person që e ka përplasur makina, pse i ka thonjtë e paprerë. Shqipërinë e ka përplasur makina, dhe që të bëhet Shqipëria do të thuash, të futet reanimacion, të ndrojë sistemin, në rast se Lapa e thotë, të rrëzojmë Ramën, liri demokraci, edhe unë do të shkoj bashkë me Kristin. Në qoftë se do të dali kundër inceneratorit, kundër taksës së shesë, taksës së lartë, unë nuk dal. Dhe do t'i them një herë për gjithmonë që vëlla, po del aty po bën teatër për t'i dhënë moral pushtetit të diktatorit Edi Rama, për t'i treguar që ka një forcë politike të egër, të ashpër që është kundër teje dhe që populli shkreti pa shpresë, thotë jam ky derisa është kundër Ramës është me ne. Ma ish Kristi. Urdhë, Gjermani, fermerët protestojnë me autokolona traktorësh kundër uljes së çmimit të produkteve. Kjo është protest. Kjo është ajo që thash. Pra, kur një grup interesi e merr hallin e vet, urdhë, fermerët me autokolon kanë marrë dhe traktorët dhe kanë thonë, ore, pse na ulim çmimin e produkteve ne? Si mund të zhvillohet me bujqësinë? Edhe kanë dalë. Kështu kanë dalë në Greqi, kanë kaq shkoj që e bllokojnë rrugën për kakavi, i bien shqiptarët e shkret nga qafë bota ose bien këte nga 3 ura. Çfarë do bësh? Greku grek, kur ka hall del në protest, kur ka hall gjermani del në protest, kur ka hall shqiptari nxjerr ti klapajn, ose bën foltore PD-ja. Kjo është ajo që kam unë me protestat. Jo se jam kundër protesta, e kundërta. Jam për protesta, por për protesta për kthimin e rendit kushtetues, për kthimin e sistemit të ekonomisë së lirë të tregut, për kthimin e demokracisë. Këto protesta, revolta, çfarë të doni ju? Jo talli me ndere, kjo është ideja. Tjetër, edhe Rumani, shikoni pak Rumani. Thotë mijëra njerëz protestojnë kundër abuzimeve gjyqësore. Rumun të shkret. Neve dosit e kemi nga viti 2016-17, kush e di këta duhet i kenë nga 12-ta në gjykata që kanë dalë e protestojnë, kështu masivisht. Se ne i kemi nga 8 e nga 10 vjet dosit në gjykata, së ndihemi, nuk mërzitemi. Kush e di sa janë bërë këtyre? Kujtohet e Barsoleta, ishte e herë njëri shkoi të pagoj faturën e telefonit. Ata e kishte shifër ja 2 milion lek. S'ka mundësi, thaj. Zotri tha, janë impulse, ja ku i keni. S'ka mundësi, më tha, do t'jetë me gabim. Ore, jam numra bërë nga telefoni juaj, mos dikush në shtëpi tha, flet. Po unë jetoj vetëm, nuk e di. Dhe ky vendosi kamera. Del nga shtëpia ku shef papagallin. Ngritë telefonin papagalli, binte numra e fliste kot. I kutruri. Se të paguhet 2 milion lekë, kuptoni, nga i nalti çat bën nxevet e merr papagallin, merr i gozhe, pam, e ngul një krah në mur. Pam, krahun tjetër. Papagalli drobitur i shkretit sa mori veten, ngre kokën tek muri përballë ishte një kryq me Jezusin. Shef orën, kishin kaluar 2 orë ashtu varur. Thot Jezusit, sa kohë keti aty? 2000 vjet i tha. Çi pas ke bërë ti telefonit tha. E janë kështu për pjesën tonë. Ma nxirr, ma iq të lutem, ma ise, masa dhe sa kupton populli. Rama për heqjen e pezullimit Ballukut u eliminua një precedent unik në botë, dhe ky është filozof. Kur i merri komenton ngjarjet, ky kuptoni lanë i lyen i gërësaton, i ha populli. U vllai, ka të drejtë. U eliminua një precedent unik në botë. Nuk ka bërë vaki në botë që të shkoj prokuroria për të pezulluar një person, një antar të kabinetit, i cili është i pandehur. Në moment që në botë, me që ka precedent të tjerë në botë, kur një person që është me funksione qeveritare përflitet për një skandal, direkt jep dorëheqjen ose shkarkohet. Kështu nuk ka pse vjen me patllake, me që kishte merakun e patllakes, edi se mos e vrasin. Shkoi me patllake në kryeministri për të marrë së fundit kryeministren e për të mos e lënë ose më saktë për të ekzekutuar një vendim gjykate. Nuk ka precedent. Nuk ka precedent në botë që kryeministri kur merr vesh që zëvendës kryeministri merret e pandehur, të vazhdoj ta mbajnë detyrë ta mbrojë. Prandaj edhe gjykata mori një masë që s'ka precedent, se nuk ka precedent të diskutohet humbja miliardave, vjedhja miliardave dhe të qëndroj personin detyrë. Kjo s'ka precedent. Kështu që mirë e ke vlla,
Po, mungesa precedentit ka pjellë munges precedenti. Kjo është historia me precedentet. Tani kemi edhe precedentin tjetër. Po kështu, ka precedent që tjetë kryetar bashkie tjetri, me vull me gjithë ofiqet, po tjetë në qeli. Këshilli bashkiak të marrë mendimin tim, thot para vendimit të miratimit të buxhetit. Lali ky. Lali është në Durrës në këto çaste. Mendoj unë, se çast ndodh. Kanë qenë ca nga këta bosat e krimit që ne dilnin në Burg, por dilnin nëpër Tiranë, shkonin nëpër Buzuqe, ndërkohë që ishin dënuar. Pa Lali mund të jetë në Burg me shumë gjasa. Në Burg Lali ka dhe funksionet, ka dhe vullën. Është kryetar i Bashkisë Tiranës. Kështu ka vendosur gjykata kushtetuese. Pra ky djali këtu është marrë me pranga, është i pandehur, ka një dosje gjyqësore, po hetohet, është kryetar bashkie. Dhe si kryetar bashkie ka gjithë drejtat e Zotit, se po miratohet një buxhet. Duhet pyet e mund thot, duhet miratimi im. Po këtë Lali Edi, di gjeti, a ka precedent në botë si kjo? Dhe a është Shqipëria një precedent i madh për botën, një skenar futurist, distopik, tip 1984 George Orwellit. E ndrojmë Kristi, me shumë të drejtë. Dhe mund të mbërim pastaj në një shoqëri distopike, siç ishte kjo, kur për një fije qepe, Kamala Harris do vazhdonte agjendën majtisto globaliste të skllavërimit, e cila do ta çonte botën edhe mund ta çojë, sepse shikoni si thotë, shpreh ambicien për një kandidim tjetër drejt shtëpisë së bardhë. Nëse bëhet, kjo do të jetë vërtet katastrofë. Atëherë është për të kërkuar strim politik në Kinë, se do të jetë më njerëzore Kina, ju garantoj unë, se sa një Amerikë me këta. Me këta njerëz që vazhduan agjendën e tjetërsimit të njeriu, të qenies njerëzore. Dhe ajo që unë diskutoj këtu, nuk është çështje vodi, është çështje e aplikimit të agjendave anti-njeri, kundër njeriut, kundër individit, qenies njerëzore. Edhe ato diellat që shikoni, ato zgjidhet me inteligjencë artificiale, e më thash, janë kundër njeriut, sepse po zbatohen keq, ose teknologjia është gjë e keqe, teknologjia është shumë e mirë, por e përdorur kundër njeriut është vrastare. Kalojmë Kristiano, shohim një gjë tjetër interesante. Operacioni metalurgjiku në Elbasan, 16 të arrestuar, 8 në kërkim. Në e thonë 24. Çfarë kishin bërë këta? Këtu është precedent. Kur them është precedent pse? 16 në Burg, 8 në kërkim. Si kishin ndodhur mjedisin në Elbasan metalurgjik. O hipokrit. Dilni natën, s'ka nevojë të merrni kamera të mira, kështu. Dilni natën, qaf krap. Ose kthehuni këtej, bini nga Cëriku për në Elbasan, kur vini këtej nga plazhi, dhe ndjeni një herë me ndërpordhe që janë këto gazat që lëshon metalurgjiku, po natën. Natën e ndezin ata pa filtra, se filtrat kushtojnë, edhe i qelbin. Tani kanë kapur disa 16 vet plus 8 janë kërkim, se kanë ndodhur ambientin duke u marrë me këto me bateri. Pra, i mbyturi është duke u marrë me të lagurin. Pse këta kanë ndodhur? Shumë mirë, nuk jam kundër këtij operacioni. Mrekullia vet, çdo ndotës të kapet, po ndotësi i madh është metalurgjiku. Dhe emri shumë bukur e ka marrë metalurgjiku, kjo është ironia. Emri është metalurgjiku, që qelbat qytet dhe që kanë nxjerrë gjela me 3 kokë. Ndërkohë, këtu është arrestuar një grup i cili është marrë me shkrirjen e baterive. Ky është humori shqiptar dhe më pëlqen shpreha italiane. Chi ruba poco va in galera, chi ruba molto fa la carriera. Kush vjen pak shkon në burg, kush vjen shumë bën karrierë. Atëherë ndrojmë komplet atmosferën e këtij edicioni. Dhjetori i festave ndriçon Mallakastrën. Do të ishte një lajm super i gëzuar, shumë i bukur, shumë i këndshëm, nëse nuk do të shoqërohej me mungesën e fëmijëve. Ja, kishin nxjerrë këtë voglushen shumë të njohur, shumë të këndshme, na jep gëzime shpresë kur shoh fëmijë, dhe unë ja kam mbuluar portretin për shkak të etikës tonë, megjithëse ka botuar atë sheha me fytyrë. Dhjetori i festave ndriçon Mallakastrën. Kam parë postime të Mirira Kumbaros, të Taulant Ballas e politikanëve tjerë me këto lloj entuziazmi të shtirur, ndriçon, feston.
Dhe ishte ndezja e pemës së vitit të ri në Përmet. Më besoni ishin një 25 fëmijë, 30 fëmijë, prindrit dhe gjyshit e tyre dhe kaq ishte atmosfera festive. E njëjta gjë ishte në Gjirokastër dhe në Mallakastër. Të merri në këtë atmosferë festa është që nuk ka popull, nuk ka shqiptar më dhe nuk ka njerëz që të festojnë. Kjo është katastrofë. Kështu që bile ndriçon shumë se bie drita direkt në pllaka dhe nuk bie në fytyrat e njerëzve. Eqim. Ninas Cat Cafe, kafeneja e parë në Shqipëri me mace që mund të adoptohen. Unë dua macet, me thonë drejtë, dikur në adoleshencë kam patur një mace, edhe kishim si njerit shtëpis macen. Ishim ka qenë koha tallonit, ishnim mishin, ja vidhnin vetes nga pjata, se na përtisin prindit, lëre se i dham, por ne jepnim asaj mace, kemi mbajt shumë mirë. Gjithsesi kur nuk e ngatruam macen me njerëzit, nuk i tham asnjëherë biri, nona, motra. E thrisim në emër si mace, gjithse për këtë delim dhe e shifnim për punën e tyre. Sot ka ardhur një kohë dhe një sistem ku njeriu do më shumë kafshën, bën më shumë për kafshën, ka më shumë dimshuri për kafshën. Kam parë një skenë të tmerrshme në Vlorë, ku janë 3 qenë kishin rrethuar një burr dhe një huaj shkon edhe i turret këtij burrit, i cili po mbohej dhe i bie këtij, jo qenve. Dhe në rastin konkret është një nisëm e shkëlqyer kjo që pas ka një azil, një shtëpi fëmijë për macet, por ninës i them të bëjë një seksion për të moshuar, për moshën e tretë, se ka plot në kushtet e shpopullimit të Shqipërisë, gjyshe që nuk kanë me këtë pinë kafe, lëre kushtin mbaj. Kështu që jo të adoptojnë një gjyshe, po pi një kafe me gjyshin ose gjyshen. Do të ishte një gjetje perfekte. Ja po japun zgjidhen, të hapi kafen se mbase do të ketë mundësi. Dalim dhe se ishim tek pjesa e humanizmit, dalim dhe tek një e fundit për ta mbyllur me ëmbëlsi. NASA, pra Agjencia Hapësinore Amerikane, është themeluar në 1958. Pra rreth 70 vjet më parë, plus minus faktikisht, bie 67 vjet më parë. Dhe 67 vjet ka parë yjet, ka parë planetet. Dhe mas 67 vjetësh ka parë tokën. Një formacion të çuditshëm Sahara, thot, më i vjetër se dinosaur. U deshën 70 vjet që mbasi ka parë qiell, yjet, për gjetur alien, për gjetur jetë më tan, të kthej kokën dhe ta kthej poshtë shkretir, dhe të shohë që në planetin tonë pas ka gjëra të çuditshme dhe interesante. Ka ardhur koha, njerëz të dashur, të kthehemi tek njerëzilloku, as NASA, as inteligjenca artificiale, as futja mbre, nuk janë njerëzore. Njerëzore është prekje, as Ninas kafe, nuk janë njerëzore. Njerëzore është kur njeriu kujdeset për njeriu. Fola shumë, po unë jam brez i vjetër, çfarë them, unë gjenerata XL. Armin Shkurti, Kristiano Xhanari dhe Zjarr Televizioni ju urojnë një natë të këndshme, miru ta kofshim ditën e protestës pafund që fillon Partia Demokratike. Natën, mirupafshim.